Komiteti Olimpik i Maqedonisë së Veriut tani më ka zyrtarizuar ekipin që do të mbrojë ngjyrat e vendit ton në lojrat olimpike dimrore, që kësaj radhe do të mbahen në Milano Cortina nga data 6 deri më 22 shkurt. Maqedonia e Veriut në këto lojra olimpike dimrore për herë të parë do të përfaqësohet me 4 garues të cilët kanë plotësuar normën A olimpike. 4 sportistët që do të përfaqësojnë vendin ton në Olimpiadën dimrore janë shpresa të reja dhe garues me përvojë, të cilët janë dëshmuar në gara të shumta ndërkombëtare. Garuesja më e re është Jana Atanasovska, që do të garon në skijimin alpin në disiplinat slalom dhe slalom gjigant. Viktor Petkov gjithashtu do të garojë në disiplinat slalom gjigant dhe slalom. 2 garuesit tjerë do të përfaqësojnë vendin në disiplinat nordike si Stvare Jada, garuesi më me përvojë pasi është pjesëmarrja e tij e tretë në lojrat olimpike dimrore në disiplinën sprint dhe në 10 kilometra. Garuesja e katërt është Ana Cvetanovska, e cila ishte edhe në Olimpiadën dimrore në Pekin. Të 4 garuesit e vendit ton premtojnë se do t'japin më të mirën nga vetja e tyre. Kryetari i Komitetit Olimpik të Maqedonisë, Daniel Dimevski, i cili do t'i pri delegacionit të Maqedonisë në Milano Cortina, ka thënë se ky sukses është fryt i sistemit të ri olimpik që prodhon rezultate. Ceremonia hapse edicionit të 25 lojrat olimpike dimrore Milano Cortina 2026 është caktuar të mbahet më 6 shkurt në stadiumin San Siro Arena në Milano.